Të nderuar miq, mirë se erdhët në episodin e 15 Takimet e Utën. Sot do të përpiqemi të përgjigjemi një pyetje që të gjithë herët apo vonë e bëjmë. A mjafton pensioni në Shqipëri për të bërë një jetesë dinjitose kur të mos punojmë më? Dhe nëse jo, çfarë mund të bëjmë për të siguruar një të ardhme më të mirë dhe më të qëndrueshme? Unë ju kurajoj të qëndroni deri në fund të këtij episodi për të mësuar më shumë mbi vlerat reale të pensioneve në Shqipëri dhe njëkohësisht mbi mundësitë që ofrohen për të garantuar dhe njëkohësisht për të siguruar një jetesë edhe më të mirë, edhe më të qëndrueshme përgjatë periudhës së pensionit. Unë ju ftoj të abonoheni dhe të na ndiqni në kanalin tim në YouTube Teuta Nuna e Kortoçi për të mësuar më shumë mbi pensionet në Shqipëri dhe ekonominë në tërësi. Të nderuar miq, pyetja më e zakonshme që neve bëjmë sot, por njëkohësisht edhe analizohet nga ekspert apo që bëhet edhe nga ju të nderuar qytetar, është: a mjafton ky pension që merret sot për të pasur ose për të bërë një jetë dinjitoze? Dhe unë gjithmonë analizat e mia të nderuar miq, kam bërë gjithmonë dallimin për jetesë dhe kam vendosur theksin tek dinjiteti. Pasi nuk është një vlerë pensioni i cili mundson apo jo të jetuarit, por mundson apo jo të jetuarit me dinjitet. Pasi çdo e ardhur që merret nga këta individ, të cilët kanë punuar një jetë të tyre dhe kanë sakrifikuar, duhet t'i ofroj dhe duhet t'i mundsoj një jetesë dinjitoze dhe jo thjesht të jetuarit. Për të kuptuar më mirë për gjendjen reale mbi të cilën ndodhet sot skema e pensionit në Shqipëri, unë kam nxjerrë disa të dhëna nga Instituti i Sigurimit Shoqëror që na ndihmojnë për të kuptuar se ku jemi. Për shembull, në vitin 2023, pensioni mesatar urban ishte në vlerën 18.341 lek, ose 183.410 lek. Ndërsa pensioni rural, pra pensioni mesatar rural, ishte shumë herë dhe më i vogël dhe ishte 11.051 lek, ose 110.510 lek. Pra siç e shohim të nderuar miq, vlerat e këtyre pensioneve, si urban edhe rural, jo vetëm që janë shumë të vogla, por nga ana tjetër kanë edhe një diferencë të ndjeshme mes tyre. Dhe nëse neve do bëjmë krahasim, do t'i përgjigjemi se pyetjes: a ofron ky pension mesatar një jetesë dinjitoze? Gjë e parë është krahasimi me atë që njihet ndryshe si minimum jetik. Në Shqipëri neve vërtet nuk kemi të përcaktuar një minimum jetik zyrtar, por ama kemi përllogaritje të bëra nga Banka Botërore, kemi përllogaritje nga avokati i popullit, nga institucionet publike, nga individ dhe nga organizata jo fytyrburse, të cilat përcaktojnë në tërësi një mesatare prej 20.000 lekësh të rejash ose 200.000 lekë të vjetra si një vlerë që në këtë rast do ta njihnin si një minimum jetik, që do thotë të ardhurat minimum për të bërë një jetesë dinjitoze. Dhe në rastin e pensionistëve të nderuar miq, neve shohim që pensioni mesatar nuk e mundson këtë, si për zonat rurale, njëkohësisht edhe për zonat urbane. Por ama, nëse neve do t'i referohemi të dhënave nga Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit për fundin e vitit 2024, do të shohim që kemi të bëjmë me 724.933 pensionistë, prej të cilëve 511.173 pensionistë janë ata që marrin një pension në një vlerë 200.000 lekë në muaj ose 20.000 lekë të reja në muaj, që do thotë në një minimum jetik. Kjo do thotë në 7 pensionistë, 5 prej tyre marrin një vlerë që do ishte në minimumin jetik. Ndaj të nderuar miq, kur neve themi që cilat janë sfidat në të cilët ndodhet skema e pensioneve në Shqipëri, sfida e parë është pikërisht pensionet e ulta. Por pse neve kemi këtë nivel kaq të ulët pensionish? Ajo çka është themeltare për të kuptuar është që këto nivele pensioni kaq të ulta janë nivele të cilat nuk janë
as në 2024, as në 2025, por janë pensionet e ulta në 30 vite që funksionon skema e pensioneve në Shqipëri. Asnjëra nga qeveritë e kohës nuk ka marrë seriozisht çështjen e pensioneve për të bërë ngritje të ndjeshme për të tyre që të përballojnë atë që njihet ndryshe si kosto e jetesës. Duke filluar nga viti 2010, qeveria shqiptare ka vazhduar në mënyrë të përvitshme një rritje dhe një indeksim të pensionit nga 4% fillimisht për të vijuar në 1.2% e deri në 8.6% që ka qenë indeksimi përpara 2 vitesh. Por sërish në këtë rast, kjo nuk ka mundësuar që të kemi një vlerë pensioni që t'i ofrojë dinjitet përfituesve të tyre. Të nderuar miq, sërish të dhënat për pensionit neve na ndihmojnë për të kuptuar gjithmonë edhe më tepër se si funksionon skema e pensionit në Shqipëri dhe njëkohësisht çfarë ofron ajo. Sërish nëse referohemi të dhënave të vitit 2023 që janë edhe të dhënat e fundit të publikuara, do të themi që shkalla e zëvendësimit mesatar të pensionit me pagën bruto për vitin 2023 ishte në përqindje 49.4%, që do thotë nëse neve marrim për bazë një pagë minimum prej 400.000 lekësh, shkalla e zëvendësimit pra pensioni që del në këtë rast do ishte në vlerën 19.760 lekë ose 197.600 lekë. Nga ana tjetër, neve kemi edhe një tjetër tipar shumë të dukshëm në skemën e pensionit që lidhet me jetëgjatësinë. Dhe ky tipar nuk është një tipar që ka vetëm skema shqiptare, pasi të gjitha skemat e pensioneve në pjesën më të madhe të tyre në botë po e ndjejnë dhe po e provojnë këtë problematikë që lidhet me jetëgjatësinë gjithmonë në rritje. Jetëgjatësia në rritje do të thotë rritet numri i viteve të gëzimit të pensionit. Dhe në rastin e Shqipërisë, neve në këtë rast sipas të dhënave të vitit 2023, kemi kohën mesatare të gëzimit të pensionit për burrat e kemi 19.4 vjet, ndërsa për gratë e kemi 27 vjet. Edhe pse në këtë rast bëjmë një dallim shumë të ndjeshëm, pra flitet për 7.6 vjet më shumë kohë gëzimi mesatare të pensionit për gratë, duhet kemi edhe një element tjetër në konsiderat përtej jetëgjatësisë më të madhe të grave kundrejt burrave, edhe faktin që se gratë dalin më shpejt në pension. Risjellim sërish në vëmendjen tuaj të nderuar miq që për vitin 2025 një burr del në pension në moshën 65 vjeçare, ndërsa një grua del në pension në moshën 61 vjeç e 10 muaj. Pra në këtë rast del 3 vite e 2 muaj edhe më shpejt. Pra të nderuar miq, nëse neve i referohemi të dhënave të skemës, kuptojmë në këtë rast edhe problematikat e tjera të cilat rriten dhe edhe më tepër dhe japin efekte shumë edhe më të ndjeshme në ecurinë dhe qëndrueshmërinë dhe ardhmërinë e skemës së sigurimit shoqërore. Kështu të nderuar miq, nëse neve shtrojmë pyetjen se cilat janë ato sfidat ose problematika më të mëdha që ka skena e pensioneve sot në Shqipëri, neve themi në këtë rast se lidhet edhe me numrin gjithmonë edhe më të lartë të pensionistëve që dalin, por nga ana tjetër kemi një numër të vogël hyrjesh ose ndryshe kontribuesish të rinj. Dhe në këtë rast neve shohim që numri kontribuesve vërtet rritet, por raporti i rritjes së tyre është shumë i kufizuar. Dhe nëse neve bëjmë një krahasim mes numrit kontribuesve dhe numrit pensionistëve, po për vitin 2023 ne shohim që për një pensionist kemi 1.17 kontribuese. Sërish, një numër i kufizuar kontribuesish do na japi në fund një rezultat që të jetë një kontribut direkt edhe me ullët. Dhe nga ana tjetër, informaliteti i lartë çon në këtë rast se të kemi deri dhe kontributesh edhe më të ulta, dhe kjo e bën të gjithë skemën që të jetë e ndërvarur në mënyrë të drejtë për drejtë nga buxheti i shtetit. Por gjithmonë shtrohet pyetja që të nderuar miq, po mirë, a pse buxheti i shtetit nuk subvencionon në rritjen e pensioneve, por vetëm në indeksimin e tyre? Dhe kjo është një pyetje që gjithmonë trajtohet gjerë nga ekspertë të ndryshëm, nga profesionistë, nga institucionet në këtë rast, por edhe nga vetë qytetarët. Në analizën time, unë shikoj që buxheti i shtetit do të duhet ta financojë
skemën e pensioneve përmes rritjes së pensioneve dhe jo vetëm përmes indeksimit, pasi neve kemi parë deri tashmë që ky indeksim është i pamjaftueshëm për të ndihmuar qytetarët për të bërë një jetë edhe më dinjitoze. Por përpara këtyre vështirësive që na ofron pensioni i kufizuar i pleqërisë, pyetja që shtrohet është si duhet të veprojmë për të ardhmen tonë, pra si neve mund të ndihmojmë veten sot në mënyrë që të sigurojmë një të ardhme më të mirë dhe më të qëndrueshme nesër. Cilat janë alternativat që na ndihmojnë pikërisht për këtë ardhme të qëndrueshme? Alternativat do të ndohen në dy grupe. E para, për ata individë të cilët kanë të ardhura të mesme, të larta dhe të ardhura më të mira, për të siguruar dhe për të mbajtur një nivel jetese edhe më të qëndrueshëm, njëkohësisht edhe më të mirë, por në minimum do themi edhe këtë nivele në të cilat këta individ e kanë jetesën e tyre për gjatë kohës janë në marrëdhënie pune, në momentin kur ata dalin në pension, do thotë që ata që të ruajnë këtë nivel jetese duhet të ndërmarrin vendime të rëndësishme sot për të garantuar të ardhmen e tyre. Dhe disa nga këto vendimet mund të jenë në këtë rast kursimet personale apo investimet. Mund të jenë skemat e pensioneve private, por nga ana tjetër edhe përfitime që mund të ofrohen qoftë në këtë rast edhe përmes llogarive të pensionit që hapet përmes sistemit bankar ose në bankat e nivelit të dytë. Njëkohësisht mundësi të tjera mund të jenë edhe sigurimet për jetesën, pronat, fondet e investimeve të tjera. Por këto janë mundësi të cilat mund të kenë një numër i kufizuar njerëzish. Ajo që ka përbën popullatën më të madhe të pensionistëve në Shqipëri, siç të tham, janë individ të cilët kanë të ardhur të kufizuara. Dhe për individ të cilët sot janë me pagë minimale ose me pagë nën mesatare në nivel kombëtar, të bësh investime është thuajse pamundur. Të kesh një mundësi të një pensioni të dytë ose një pensioni privat është thuajse pamundur, pasi nëse një individ ka një të ardhur me një pagë minimale ose nën mesatare në nivel kombëtar, do thotë që ai në këtë rast ka vështirësi të përballojë jetesën sot dhe jo më të kursej për nesër. Dhe në tilla raste, këshilla ime vetme është sigurohuni, që në kupton paguani kontributet për sigurimet shoqërore. Bisedoni me punëdhënësit tuaj nëse ata nuk e realizojnë të plot në mënyrë që juve të derdhni të plot në bazë të pagës reale të gjithë vlerën e kontributeve sigurime shoqërore në mënyrë që ju nesër të keni mundësinë dhe t'i garantoni vetes një pension të plot shtetëror. Dhe kjo do thotë një garanci për një jetesë më dinjitoze në periudhën e pensionit, ku mundësia që ju do keni për të siguruar të ardhur shtesë do jetë më e kufizuar. Nga ana tjetër, nevoja për shpenzime do jetë edhe më i lartë, sepse kostot e jetesës rriten, por edhe shpenzimet shëndetësore rriten gjithmonë edhe më tepër. Të nderuar miq, në pjesën e dytë të episodit të 15 takimet e UT, do t'i japim përgjigje 3 pyetjeve. Pyetja e parë: kur duhet të fillojmë të mendojmë për pensionin? Të nderuar miq, kjo pyetje më është bërë dhe vazhdon të më bëhet në mënyrë të vazhdueshme, kryesisht nga studentët apo edhe nga të rinjt. Pasi për këtë grup moshë të re, të menduar për pension i duket një kohë jashtëzakonisht e gjatë. Ndonjëherë për pesimistët edhe vështirë për t'u arritur. Por të nderuar miq, kur flasëm për periudhën e pensionit, neve në këtë rast duhet të shohim prindërit tanë, gjyshrit tanë, sepse aty neve duhet kuptojmë se sa vështirë është për të siguruar një të ardhur plus për të i vlerës së pensionit në mënyrë që ne të kemi jo vetëm një jetesë dinjitose, por për t'i ofruar vetes një mundësi për të ruajtur të njëjtin standard jetese edhe gjatë periudhës kur neve nuk punojmë më. Ndaj të nderuar miq, këshilla ime ka qenë dhe vijon të mbetet një. Mendoni për pensionin që nga dita e parë e punës tuaj. Mendoni për pensionin që nga dita e parë që ju siguroni të ardhura, apo përfitoni një shpërblim për punën tuaj. Kjo do t'ju garantojë një të ardhur më të mirë, më të qëndrueshme dhe njëkohësisht përpasoj një jetesë edhe më dinjitose. Të nderuar miq, mos e shikoni pensionin si diçka
që i përket të ardhmes dhe neve kemi kohë për të menduar për të. Jo, pasi bota po bëhet gjithmonë edhe më dinamike. Tregjet po ndryshojnë në mënyrë të vazhdueshme, ekonomitë po rriten, po të kurren, po zhvillohen, po zvoglohen dhe pasiguria është bërë gjithmonë edhe më tepër prezent. Neve duhet mendojmë sot për të ardhmen tonë nesër, duhet me marrim sot vendime në mënyrë që të ndihmojmë veten nesër, pasi nesër ndoshta mund të jetë edhe vonë për të menduar, duke marrë gjithmonë në konsiderat që në momentin që dalin individët në pension, mundësitë e tyre fizike, por edhe mundësitë që ofron tregu për punësime në moshën 65 vjeç edhe më tepër, pasi neve shohim që mosha e daljes në pension jo vetëm në Shqipëri, por kudo në botë, po rritet në mënyrë të vazhdueshme edhe si pasojë e jetëgjatësisë më të madhe, duke qenë më e madhe, është më tepër vështirë për të ruajtur dhe një vend pune dhe njëkohësisht për të qenë gjithmonë aktiv në tregun e punës. Ndaj të dashur miq, unë ju këshilloj dhe njëkohësisht ju rekomandoj që të mendoni për pensionin dhe të mos e lini si një vendimarrje të mëvonshme. Të nderuar miq, pyetja e dytë që neve do të trajtojmë sot lidhet me përballimin e jetesës që bëjnë sot pensionistët. Neve analizuam përgjatë episodit tonë që kemi një pagë pensioni mesatar e cila është nën atë nivelin që neve kemi klasifikuar si një minimum jetik për të bërë krahasimin dhe njëkohësisht për ta bërë edhe më të lehtë dhe më të kuptueshëm analizën tonë. Dhe duke qenë se kemi pensione të ulta, atëherë pyetja që bëhet gjithmonë si e dalin këta individët pensionistë? A jetojnë ata me dinjitet? Realisht, neve në këtë rast, kur flasim për pensionistët, duhet kuptojmë që flasim për grupin, një nga grupet më të marginalizuara, një nga grupet me të ardhurat më të kufizuara, të cilat në këtë rast prekin në mënyrë të drejtë për drejtë jetesën e tyre dhe dignitetin e tyre. Por nga ana tjetër, ne në këtë rast kemi edhe një fat të madh pasi ka shumë antarë të familjeve të cilat duke qenë emigrant ose nëse jetojnë në Shqipëri dhe kanë të ardhura bimesatarën ose të ardhur më të larta se pensionistët, janë një mbështetje shumë e madhe dhe e vazhdueshme e këtij grupimi, në këtë rast pensionistët. Pra, këta individ nuk e dalin dot vetëm përmes të ardhurave që ato marrin, dhe kur ata në këtë rast nuk kanë asnjë mundësi tjetër, do thotë që ata kanë zvogluar në minimum atë që njihen ndryshe si konsumi i tyre, pikërisht për të përballuar jetesën e tyre. Ndaj në këtë rast nind në mënyrë shumë mediate, shumë të menjëhershme që ky grupim të ndihmohet në mënyrë të vazhdueshme, në mënyrë që edhe të kemi një rritje të pensionet të tyre dhe të mundësohet atyre pikërisht të bërit një jetese edhe më dinjitoze. Dhe pyetja e tretë që do të trajtojmë është: a mendoni se kursimi sot është një garanci për të ardhmen nesër? Të nderuar miq, krizat e fundit, duke filluar nga pandemia, përvijuar me luftën Rusi-Ukrainë, na ndihmuan për të kuptuar gjithmonë edhe më tepër dinamikën e vazhdueshme dhe ndryshueshmëritë që po pëson ekonomia globale, shqiptare dhe më tej ajo familjare. Na ndihmuan për të kuptuar që kostot e jetesës po rriten gjithmonë edhe më tepër, por nga ana tjetër ka gjithmonë edhe më shumë vështirësi për të ruajtur në mënyrë të stabil të ardhurat përmes punës. Dhe njëkohësisht na bëjnë të kuptojmë që neve duhet mendojmë edhe për nesër, sa nuk është vonë. Ndaj të nderuar miq, nëse neve kursejmë sot dhe marrim masa sot përmes investimeve, përmes pagimit të plota të kontributeve të sigurimeve shoqërore, ndihmojmë veten tonë nesër për t'i garantuar një jetesë edhe më të mirë, edhe më të qëndrueshme. Ndaj të nderuar miq, unë do vazhdoj t'ju rekomandoj: paguani në mënyrë të plot kontributet tuaja të sigurimeve shoqërore. Mendoni sot për pensionin nesër, pasi çdo vendimarrje që neve marrim sot do ndikojë në mënyrë të drejtë për drejtë në të ardhmen tonë nesër. Të nderuar miq, ky ishte takimi ynë për sot. Unë shpresoj shumë që përmes shtjellimeve, përmes rekomandimeve dhe njëkohësisht përmes këshillave tona, t'ju kem ndihmuar dhe njëkohësisht t'ju kem orientuar
në vendimarrjet tuaja sot, por njëkohësisht edhe në vendimarrjet e të nesërme. Nëse kjo temë përbën me interes për ju dhe nga ana tjetër nëse keni situata ose gjëra personale që juve i keni përjetuar për gjatë periudhës së pensionit, për vështirësitë që juve ju kanë dalë duke pasur një të ardhur të kufizuar dhe dëshironi t'i ndani me ne, unë ju inkurajoj që të lini koment dhe njëkohësisht të parashtroni pyetjet tuaja, të cilave do t'i përgjigjem në momentin më të parë. Për të qenë gjithmonë të informuar dhe njëkohësisht për të mësuar më shumë rreth të drejtave dhe përfitimeve që garanton ligji shqiptar për sigurime shoqërore, ose në këtë rast nëse doni të dini edhe më shumë mbi skemën e pensionit në Shqipëri, mbi pensionit apo ekonominë në tërësi, unë ju ftoj të abonoheni në kanalin tim në YouTube të Uta Nunaj Kortoçi dhe të ndiqni videot e plota të episodeve të drejtanishme për të marrë gjithmonë edhe më tepër informacionin në kohë reale. Unë ju falenderoj përzemërsisht për të gjithë kohën që juve i dedikoni episodeve tona dhe njëkohësisht që na ndiqni deri në fund. Dhe ju uroj miru takofshim deri në takimin e radhës.